Nuk kërkojmë ndihmë, kërkojmë parët tona, sepse me 2,7 milion euro, gjitha borxhet i qesim zero, nuk kemi të lashë me naftë, nuk kemi të lashë me shërbim dhe sigurisht nuk kemi të lashë as me pagat punëtorëve. Ne e kemi vetëm një kërkesë dhe e kemi adresuar edhe zyrtarisht, të na paguan borxhet për shërbimin që jemi të e bot tash 5 muaj. Borxhet kam rrinë mbi janë 2,7 milion euro dhe pritet me e kalu 2,7 milion euro dhe kemi zero pagesë nga komuna dhe zero nga qytetarë, sepse thirrja të cilën komuna e ka bën ndaj qytetarëve mos paguni në pastrim. Dhe në anën tjetër mos paguajnë vetë komuna pastrimin, kjo e ka pru këtë situatë dhe nuk ka qenë dëshira dhe vullneti joni sot na mu ballafaqu me mungesë naftës për me dalë me operu. Ju që shpesheni ne punëtorë të i kemi dhe pe mëngjesit jemi të diskutu, është një situatë që ne nuk e dëshirojmë, as nuk e kemi dëshiru kur dhe nuk po ndihemi mirë, për shkak se ne punojmë shumë. 24 orë, 7 ditë javës, nëse ata kanë note personale, le të kallëzojmë pse dhe cilat janë ato. Ne konsiderojmë që punën e kemi kry, si ndërmarrje sot në nivelin më të lartë kur kemi arritë edhe në shërbim, për shkak se na me planin operativ kemi pas para 18 kamiona, në vazhdimsi kemi qitë 20 dhe 5 në biznese, diçka që s'ka ekzistuar me vite të tëra në pastrim. Dhe pikërisht në këtë situatë neve na krijojnë probleme financiare. Pastrimi nuk ka krizë financiare, ka problem financiar, dhe atë problem na i ka shkaktuar komuna, duke bërë thirrjen tek qytetarët, kënej duke mos pagu, duke koncentru. Unë nuk e kam qartë për këm po i mojnë pagesat, qytetarët kanë bërë pagesa në komunë, jenë dikon ofër ndoshta edhe 1 milion euro, për aq sa kemi pa dhe na u kanë përgjigj vetë ata zyrtarisht, dhe për këm po i mojnë ato parë në llogari, për kën? Sepse problemi i vetëm momentalisht është mungesa e pagesave dhe borxhet. Po ti kishim ato mjetet sot kamiona do të dilnin me punu, sepse nuk jemi të interesuar me nal punën dhe s'ka qenë kur vullneti jonë një gjë e tillë. Nuk dojmë me rreziku shëndetin e përgjithshëm publik.